Është zgjedhur me aklamacion në detyrën e rektorit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor Dr. Vullnet Ahmeti, ushtrues detyrës deri tanishëm në këtë funksion. Në mbledhjen e zhvilluar sot, Senati i USHT-s ka votuar për Ahmetin me 22 vota për, nga gjithsej 23 vota, ndërsa një votë është shpallur e pavlefshme. Ahmeti ishte në garë për detyrën e rektorit me profesorin e nderuar Fauzi Skënderi, i cili nuk ka marrë megjithatë as një vot nga antarët e Senatit. Lajmi me hollësitë e votimit është bërë i ditur nga zëdhënësi i USHT-s Selam Sulejmani, i cili ka informuar për mbarvajtjen e procedurës. Ai ka informuar se zgjedhjes së sotme i ka paraprirë mbledhja e së të Këshillit të Rektoratit, ku është konstatuar se 2 kandidatët plotësojnë kushtet për zgjedhje. Komisionin zgjedhor që ka organizuar zgjedhjet e kanë përbërë antarët profesor Dr. Hajri Ziba, kryetar, profesor Dr. Rahman Ismaili, antar, dhe profesor Dr. Ejub Ajdini, antar.